أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falënderimet dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Thot Allahu në surën An-Nisa: Ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulih. O ju që keni besuar, besoni në Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe vazhdon ajeti me shtylla tjera të Islamit. Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet në obligon që ta besojmë Allahun subhanahu wa taala. Në obligon që të kemi besim, iman në Allahun Gjelle Gjelaluhu. Qysh dietarët e ehli sunnetit e kanë definuar definicionin e imanit. Disa dietarë kanë thënë imani është fjalë dhe vepër. Disa kanë thënë këto definicione të gjitha janë me shprehje të ndryshme, ajkën e kanë të njëjtë. Ajkën e kanë tek baza se imani, besimi në Allahun, apo të konsideruarit që njeriu e beson Allahun, duhet me I pas 3 kushte. Të 3 kushtet janë pjesë përbërëse të besimit. Janë pjesë përbërëse të besimit. Që do me thonë, në qoftë se mungon njëna për këtyre kushteve, mungon besimi, ose besimi në Allahun, imani në Allahun, nuk është I saktë. Kushti I parë është me besu me zemër. Me besu me zemër. Kjo është e para. Kushti I dytë është shqiptimi me gjuhë. Për ata që kanë mundësi me folë. Se ka mundësi dikush, nuk mundet me folë. Është me mec, s'mundet me shqiptu shahadetin. Po ata që kanë mundësi me folë, nuk janë me mec, ata kanë obligative. Obligohen me e shpreh besimin me gjuhë. Dhe kjo është kusht, dhe kjo është shtyllë. Dhe shtylla tjetër e besimit, e treta është veprimi me gjymtyr. Veprimi me gjymtyr. Pra të gjitha këto trija janë pjesë përbërëse të imanit. Në qoftë se mungon një shtyllë, mungon imani I njeriu. Kjo është besimi. E kufri ç'është është? Kufri ka mundësi me qenë me zemër, ka mundësi me qenë me gjuhë, ka mundësi me qenë me gjymtyr, dhe ka mundësi me u realizu me kombinim të këtyre trijave. Që njeriu të bëhet jo besimtar, një njeri I cili është musliman, që të bëhet jo besimtar, nuk duhet me I plotësu këto 3 kushte, të 3 shtylla të kufrit që të bëhet kafir. A kupton? Që njeriu të bëhet musliman, besimtar, duhet me plotësu këto 3 shtylla, me besu me zemër, me shqiptu me gjuhë, edhe me vepru me gjymtyr. Këto janë kushte, këto janë shtylla, patjetër. Mirë po, për të qenë jo besimtar, apo për të bërë murtet, kafir, nuk është kusht plotësimi të trijave, nuk është kusht që me të trijat me pas defekt. Mjafton që me pas problem veç me njënën. Për shembull, munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kufri I tyre, çfarë kategorie ka qenë? Ata kanë qenë qafira me zemër. Pra e kanë urrejt Islamin.
se kanë dashur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë urrejt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë urrejt fen islame. Mirë po prej jashtë e kanë fal namazin. Kush ka pas bilmet me të mëdhaja, kanë dhënë ka shku shteti i pejgamberit se më kanë marrë zakatin, kanë dalë bile në xhihad me luftua, kanë bë punë të islamit. Domethënë me gjuhë e kanë shpreh, me gjymtyr e kanë vepruar, mirë po me zemër e kanë urrejt. Këto janë qafira, te Allahu janë qafira, në këtë dunjo në i zona musliman. Pse musliman? Po shkak nuk e dina çka kanë njerëzit në zemrat e tyre. Na i gjykojnë në bazë të asaj që ata e kanë e paraqesin prej jashtë, prej fjalëve dhe veprave. Mirë po, ka mundësi njeriu me qenë qafir, edhe në qoftë se ban veprat e islamit, në qoftë se ai me zemër e urrejn islamin. Sikur çështja e munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ubej ibn Selul ka qenë musliman apo kafir? Në dispozitat e kësaj dhunja ka qenë musliman, por shkak se ka shfaq kufrin, ose e ka shfaq kufrin vetëm tek njerëzit e vet. Dhe asnjëherë nuk është arrit mundësia për të ngritur diskutat sheriatike Ubej ibn Selul. Mirë po, na e dim që ka qenë kafir. Çka tha Allahu xhelaluhu? Wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Për munafikat Allahu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fillim të faqes istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marra fala yaghfir Allahu lahum. Bane istighfar për ta, kërkim falje, ose nuk bane, edhe në qoftë se ban 70 herë kërkim falje që Allahu më ia fal, Allahu s'ia fal atyre. La yaghfir Allahu lahum. Allah nuk u fal atyre. Pastaj më poshtë çka tha? Tha mos prezanton në varrimin e tyre, për shkak se ata mohuan Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. To kanë qenë munafika. Mirë prej jashtë kanë qenë me dispozitat të muslimanëve për shkak se nuk kanë shef kufrin. Po qëllimi është që ka mundësi njeriu me qenë qafir me zemër. Ka mundësi njeriu mos me pas defekt me zemrën e tij, pra me besu Allahun me zemrën e tij. Mos me pas urrejtje për islamin, mos me pas urrejtje për muslimanët. Këtë pikën e çështjes së zemrës me pas në rregull. Mirë po, paraqet ndonjë fjalë të kufrit dhe shirkut të madh që nxjerr feja. Dal feja. Tha Allahu në surën Tauba, njëjtë për munafika. Ya'tadhiruna ilaykum ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa katharu bih. Ata vinë mu arsyetu tek ti për atë që kanë thënë. Mirë po ata e thanë fjalën e kufrit dhe banën kufër. Që Allah nuk tha banën e kufrit dhe arsyetuan. Ata e thanë fjalën e kufrit wa katharu bih dhe banën kufër me këta. Ky ajit është për munafikat. Mirë po, ekziston mundësia që dikush me e thonë një fjalë të kufrit, edhe pse me zemër nuk e urrejn. Islamin, musliman, të Allah dhe kështu me radhë, mirë po e thot fjalën, del prej feje. Tha Ibn Taymija Allah më shiroft, men qala au fa'ala bima huwa kufr kafara bihi. Kush thot apo vepron diçka që është prej kufrit, ka bë kufër me ta. Dhe ka mundësi njeriu mos me e thonë me fjalë kufrin, po me vepru me gjymtyra. Sikur për shembull, ushtrit dhe policit, apo ata të cilët prezantojnë dhe janë pjesë e ushtrive dhe policive të kufrit, e të cilët punojnë për një besimtar kundër muslimanëve. Ka për tyre falin namazin, japin zakatin, falin namaz natë, shkojnë haç, shkojnë umre, urdhën të mirë, ndalen nga e keqja, edhe shumë punë bëjnë. Kur thamë këtë, nuk janë duke zmadhu, ka për tyre të tillë. Mirë po, janë në shërbim të sistemit të tagutit, janë në shërbim të jo besimtarëve kundër besimtarëve. Këto bëjnë kufër. Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallaw minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin. O ju që keni besuar mos i mirni për miq krishterët dhe jehudët, ata janë miq të njëri tjetrit. Kush prej juve i miqson ata, këtu e ka për qëllim miqësimin, ndihmimin e tyre kundër muslimanëve. Kush i miqson ata, ai është prej tyre. Allahu nuk e uzon popullin fasik. Thot në Muhalla Ibn Hazmi Allah më shiroft,
Thot ky ajet është sipas leximit. S'ka këtu filozofi shumë. Çish është leximi, çashtu është shpjegimi. Kush bëhet me ata, ai është prej tyre. Kush bëhet prej ta, me ata ai është prej tyre. Allah nuk e uzon popullin fasik. Imani dhe kufri, a kupton? A është e qartë? Imani u dashka mi pas tre shtylla, besim me zemër, shqiptim me gjuhë, veprim me gjymtyr. Kufri, te kufri mjaftoi ka njeriu me apo veç njërin prej këtyre, dhe bi thej Allah na rujt prej të trijave. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Ali Imran: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ai i cili dëshiron, synon një fe tjetër pos islamit, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, prej ti nuk do të pranohet. E ai në botën tjetër do të jetë prej të zhgënjymve, prej të shkatërumve. Mani men këto që jam duke fol, imani dhe kufri. Tash ajetet kuranore. Një ajet flet për atë i cili synon fe tjetër jashtë islamit, një ajet tjetër flet se cila fe është legjitime te Allahu. Ai që synon fe tjetër jashtë islamit, prej ti s'ka mu pranu, ose me pranume, çka doj le të baje. Dhe në botën tjetër ka me qenë për të shkatrumve. Dhe tha Allahu xhela xhelaluhu: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, feja e vetme legjitime e pranuar te Allahu është feja islame. Do me thamë, ai që ka synim islamin, prej ti ka mu pranu. Ai që ka synim një fe tjetër jashtë islamit, prej këti nuk ka mu pranu. A është e qartë? Pas ka dy fe, islami dhe jo islami. Çka kanë fol dietarët? Çka kanë thonë dietarët për fjalën din? Fjala din. Allah thot: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Te këtë dy është përmend fjala din, që në gjuhën tonë na përthejmë fe. Dietarët kanë thonë, fjala din do në me thonë sistem. Fjala din do në me thonë metodologji. Fjala din do në me thonë mënyrë e të jetuarit. Kjo është për qëllim me fjalën din, që na mësojnë neve dietarët me këtë definicion se islami nuk është vetëm me fal namazin, apo me agjëru Ramazanin, apo me dhënë zakatin, ose vetëm me besu Allahun botën tjetër, me lekt, librat, ditën e gjykimit, kaderin e Allahut, edhe kështu me radhë, pejgambert e Allahut dhe librat. Nuk është vetëm kjo islami. Islami është një sistem i jetës tonë, që në çdo sferë të jetës na mëson neve çysh me jetuar. Që kjo është fjala din, që kjo është fjala fe. Në çfarë dush sfere, çka dush ti që vepron dhe ban në jetën tënde, në islam, në fen tonë, ka diçka prej urdhnave dhe ndalesave, këshillave, mësimeve, dobive, në ajete dhe hadithe, që na mëson neve Allahu subhanahu wa taala. Na mëson neve Allahu xhel xelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një kësill lloj takimi, se si duhet folësi me fol dhe çish duhet dëgjuesi me dëgju. Si duhet me qenë gjendja e hoxhës kur flet në takimin e tij me nxënësit e tij, si duhet me qenë gjendja e nxënësve karshi hoxhës së tyre. Si duhet me ul, si duhet me shiku, si duhet me dëgju, kur lejohet me pyet, kur nuk lejohet me pyet, kur lejohet me dal, a me dal përpara hoxhës, a me dal pas hoxhës, a me ardhë në xhami para se mu ul hoxha këtu, a me ardhë në xhami pasi që të në mëson Allah. Jam të marrë shembull këtë. Dhe në çfarë do sfere tjetër të jetës, Allahu neve në mëson. Kjo është sistemi i jetës tonë.
E Allah po thot, i vetmi sistem, i vetmi stil, e vetmja metodologji, e vetmja rrugë, të cilën njerëzit mundën me jetu jetë në kësaj bote, e vetmja është, edhe e pranuar te Allah është Islami. Dhe kush do që don me marr për vete një sistem, një rrugë, një metodologji, një plan program tjetër jashtë Islamit, prej këtij nuk do të pranohet. Do të jetë e papranuar. A e kupton? Çka është fjala fe? Tash shkojna me pikën tjetër. Feja ndahet në dy lloje. Kemi dy fe. Astaghfirullah. O je me normal shkoj të fol. Kemi dy fe. Feja e vërtet dhe feja e pavërtet. Feja e vërtet është një, se ka të dytën. Dini i vërtet, sistemi i vërtet, rruga, plan programi, metodologjia e vërtet është vetëm një, e ajo është Islami. Dhe sistemi i pavërtet, sistemi i kot, sistemi jo legjitim te Allah, rruga, metodologjia, plan programi, stili i papranuar, i kot, jo legjitim, është jo Islami, me lloje të ndryshme që përfshin atë. Pra, feja e pavërteta ka shumë nga llojet më të ndryshme, kurse feja e vërtet është vetëm një. Feja e vërtet, ku e ka burimin? Burimi i fejës së vërtet është prej Allahut subhanahu wa taala. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Ne o Muhammed të shpallëm ty, çka ka shpall? Fejën ka shpall Allah subhanahu. Allahu ja ka shpall Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam fen Islam. Dhe Allahu tha, na ty të shpallëm ashtu siç i patëm shpall Nuhit dhe pejgamberve pas tij. Ibrahimit alayhis salam, Musa alayhis salam, edhe kështu me radhë deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Feja e vërtet që ka një, burimi kësaj feje që ka prej te Allahu subhanahu wa taala. Feja e kot janë shumë. Një prej fejve të kota që njerëzit i adhurojnë, pasojnë, arbitrohen të kjo fej, pos fejs islame, është demokracia. Është demokracia. Ka qenë më herët edhe komunizmi. Ka qenë më herët edhe paganizmi me lloje të ndryshme të paganizmit. Dikush ka adhuru druj, dikush gur, dikush yje, dikush diellin, dikush hanën, dikush gjin t'i ka adhurua, dikush e ka adhuru zjarin, dikush ujin, dikush ditën, dikush natën, dikush njerëzit, dikush kafshët, edhe kështu me radhë. Fe të ndryshme, doktrina të ndryshme. Një prej këtyre doktrinave dhe feve tjera jashtë fesë islame, të cilën njerëzit e pasojnë, e adhurojnë, i japin përparësi, arbitrohen të kjo fe, pos fesë islame, është edhe demokracia. Burimi i kësaj feje, ku është? Burimin kjo fe e ka tek njeriu, tek krijesa. Demokracia si sistem është e njohur tek njerëzit se buron prej revolucionit borgjez francez të vitit 1789-1799. Kështu është e njohur tek njerëzit. Mirë po si ide ka ekzistuar dhe tek faraonët e Musait a.s. dhe faraonët tjerë që kanë jetuar. Faraoni
i pyeti parin e ti, çka po thuni me ba? Qysh pyesin demokratët sot popullatën, pyesin po thëmë në thojza. Qysh po thuni me ba? Po thojmë kështu, po thojmë ashtu. Paria i dha ideja Firaunit. Firauni pastaj në fund, kur u dash me u bë kundër Musait a.s. dhe synimi i tij dhe përpjekja e tij për ta vrarë Musa a.s. dhe Ben Israil, nuk i pyeti më kërkan. Veproi vet. Se pyeti më çka po thuni me bë. Veproi vet. Kështu është e demokracia e zamanit tonë. I pyesin, kinse i pyesin njerëzit çka po thuni me bë, dhe pastaj ata bëjnë çysh din vet, se pyesin kërkan. Demokracia burimin e paska prej njerijut. Islami burimin e paska prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Islami, në Islam njeriju ka jetu 10 shekuj. Pastaj erdhën shejtanët dhe i devijuan njerëzit prej rrugës së Allahut. Derisa erdhën shejtanët fajtalet hum, dhe i larguan prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj Allah dërgoi pejgamber, përgëzues dhe paralajmërues. Dhe me këto pejgamber, çfarë tha Allahu? Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi. Njerëzit ishin në një rrugë, në një sistem, në një fe, dhe u përçan. E Allah pastaj dërgoi pejgamber, përgëzues dhe paralajmërues. Dhe u mjaftu? Jo. Allahu me këta pejgamber zbriti libra. Pse këto libra pse zbritën? Tha Allahu, dhe na u shpallëm atyre, u zbritëm atyre libra që me këto libra të gjykojnë në mesin e njerëzve në çështjet që ata kanë mosmarrëveshje mes tyre. A kuptuam? Me pejgambert erdhën librat. Këto libra janë kushtetuta. Çdo pejgamber ka pas ligjin e vet. Allah tha në Kur'an: "Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." Secilit për ju i kena dhënë ligje dhe metodologji. Slogani kryesor, baza kryesore ka qenë e njëjtë tek të gjithë pejgamberët. Adhurojeni Allahun, largohuni prej tagutit. Kjo ka qenë tek të gjithë pejgamberët. Pastaj dispozitat e ligjet kanë dallu pejgambert prej pejgamberit. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ligjin abrogues, i cili i nxjerri prej pune të gjitha ligjet e mëparshme dhe u vendos Kur'ani nga ana Allah subhanahu wa taala si ligj për gjithë njerëzimit, për të gjithë kohrat deri në shkatrimin e tokës dhe të qiellit, pra deri në kiamet. Tek fe tjera, ligjet e para tek muslimant, tek feja islame, ligjet e para janë të zbritura prej Allahut. Janë të zbritura dhe na ka obligu Allahu punimin dhe zbatimin me këto ligje. Se cili popull prej ligjeve që i kanë pas nga ana e pejgamberëve të tyre prej anës Allahut subhanahu wa taala. Në fe tjera, ligjet e para të njohura për njerëzimin janë ligjet e Hammurabit. Janë ligjet e Hammurabit, të cilat kanë arrit me i gjetë njerëzit në Babiloninë e vjetër apo në pjesën e Irakut të sotshëm. Janë ligjet e para të përpiluara për njerëzit, jo shumë ligje. Ka polemik mes historianëve, disa thonë 17, 18, 20, disa thonë 280 diçka, edhe kështu me radhë. Nuk është më rëndësi. Si ligje të njohura nga ana e njerëzit të përpiluara janë ligjet e Hammurabit. Mani me. Duhemi mi bëj këto krahasime me pas në fotografinë e qartë të çështjeve. Më pastaj më vonë, ligjet të përpiluara si kushtetut me një vend janë ligjet e Justinianit të perandorisë romake.
Këto ligje përafërsisht janë të përpiluara aty pari në periudhën kur ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pak më herët. Aty pari. Viteve të 600-ta kur ka sundu Justiniani me perandorin romake, me perandorin bizantiane. Pastaj më vonë ka ana e Islamit vijnë ligjet e Kuranit, si mbyllja e shpalljes. Dhe ligje për të gjitha kohrat, për të gjitha vendet, për të gjitha nacionalitetet. Më vonë, në historinë e muslimanëve, si ligje kundër ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, vjen të përpiluara si kushtetut, vjen ligjet e Xhingis Khanit, apo kushtetuta e Xhingis Khanit, dhe për këtë kustetut ka fol gat, mirë, preciz, detaj, Ibn Taymija Allah më shiroft, Ibn Qayyim Allah më shiroft, Ibn Kathir Allah më shiroft, Imam Dhahabi dhe kështu me radhë. Dhe tekstet që mundemi na sot me fol për kushtetuta bashkëkohore që janë jo islame, më mirë të shpjegohen me fjalët e Ibn Taymijës, Ibn Qayyimit, Ibn Kathirit, Imam Dhahabit dhe kësaj kategorie të dietarë që kanë jetuar në këtë periudhë kohore, për shkak se ligjet e Xhingis Khanit kanë qenë kushtetutë e përpiluar duke marrë ligje prej islamit, prej krishterëve, prej jehudëve, dhe një numër i madh i ligjeve ka qenë prej logjikës së Xhingis Khanit, dhe këtë kushtetut e cila është quajtur El-Yasa ose Yasik u ka bë obligim të gjykojnë me këtë. Kjo është dinastia apo periudha tatarëve. Xhingis Khani ka qenë i pari i tyre. Pastaj më vonë në historinë islame vjen periudha e kolonizimit të tokave të muslimanëve. Vjen periudha e kolonizimit të tokave të muslimanëve. Ndryshimi i kushtetutës apo obligëshmëria që kanë bë anglezët edhe evropianët në përgjithësi, komplet botës arabe, lindje perëndim prej kushtetutave të ndryshme që ata i kanë pasur në perëndim. Dhe për së fundmi rania në mënyrë të hapt e perandorisë osmane, e ajo jo oficiale ka qenë 100 vjet më herët, dhe largimi i sheriatit si vend kthim ku duhet të kthehen njerëzit të gjykojnë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është historiku. A kemi qartë? Feja islame, ligjet e fesë islame, duke filluar prej ligjeve të pejgamberit të mëhershëm, Nuhit alayhis salam, deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe anën tjetër kemi fe tjera me ligjet e tyre, duke filluar prej ligjet e Hammurabit dhe deri te kolonizimit dhe deri te gjakderdhja e madhe e revolucionit borxhes francez që është bërë, me të cilën ka qenë për qëllim largimi i fesë prej pushtetit, ndarja e pushtetit dhe fesë. Ata e kanë bërë me çështjen e tyre, për shkak se janë gërdit prej fesë së tyre, për shkak padrejtësive, zullumit, fesadit që kanë pa nga ana e fetarëve të krishterëve në për Evropë, kanë vendosur që t'u marrin pushtetin dhe t'ia marrin kishës ingerencat, dhe kanë mbet kisha vetëm për disa adhurime javore, kurse çështjen e jetës e kanë organizuar nëpërmjet kushtetutat të tyre që ata i kanë përpiluar jashtë kushtetutës së kishës. Parola kryesore në fenë islame është adhurojeni Allahun dhe largojeni çdo taguti që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala. Prej parolave kryesore, bazament në fenë islame është inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Nuk i takon vendimi dikujt tjetër pos Allahut. Ju ka urdhëruar Allahu që vetëm atë të adhuroni. Prej parolave kryesore të fesë islame është fjala e Allahut: am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. A mos ata njerëzit kanë të adhuruar tjerë, kanë zota tjerë ortak me Allahun, të cilët u kanë vendos, u kanë bën legjitime diçka prej fesë e për të cilën s'kan leje prej Allahut? Të janë parola, baza, të pandryshueshme
në fenë e muslimanëve. Në fenë e muslimanëve. Prej parollave të demokracisë është kryesorja, bazamenti, nga e cila dhe e ka emrin demokracia. Demos edhe kracia. Populli edhe qeverisja. Qeverisja apo vendimi i takon popullit. Populli vendos. Populli vendos çka është halali dhe harami. Populli vendos çka lejohet, çka s'lejohet, kur lejohet. Tek demokratët, populli vendos çka është e mirë, çka është e keqe. Populli vendos. Tek muslimant, të këtë të drejtë ekskluzive e ka vetëm Allahu xhelle xhelaluhu. Tek demokratët, kështu në teori po flas, jo në praktik, se në praktik se vetë kush populli. Në teori po flas, që kanë ata doktrinën, vendimi, gjykimi i takon popullit. Prej parollave kryesore, bazave, shtyllave të kësaj feje, pos fesë islame, janë liria në besim. Se cili ka të drejtë çka do në besua. Liria e shprehjes, liria e fjalës. Barazia mes të gjithëve. Në demokraci janë të barabartë muslimant, krishterët, jehud, zjarputist, paganët, edhe kështu me radhë. Të gjithë janë të barabartë. Të gjitha janë këto çështje, baza që i kanë në demokraci e të cilat janë problematike dhe në kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Po flas për ata shtylla dhe bazat kryesore. Se ka mundësi me qenë një ligj për ligjeve atje që është për pushtimin e Islamit. Mirë po, është i keq, për shkak se nuk është ligji i Islamit, është ligji i tyre që ata e kanë qelluar dhe jo që e kanë besu ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Shtyllat e Islamit, këto ishin shtyllat e demokracisë. Shtyllat e Islamit, bazat e Islamit janë 11 shtyllat që ka përmendur pejgamberi sa stem në hadithin e Xhibrilit alayhis salam, shtyllat e Islamit edhe të imanit. Fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, falja namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit, edhe shkolla në haxh. Këto janë shtyllat e Islamit. Edhe të imanit, 6 të tjera, besimi në Allahun, besimi në melekt, besimi në pejgambert, besimi në libra, besimi në botën tjetër, besimi në kaderin e Allahut i mirë apo i keq shoqëtor. Këto janë prej shtyllave, bazave të fesë së Allahut subhanahu wa taala. Pra secila feje, për shofim, secila feje është doktrinë në vete, ka baza, ka shtylla, ka obligime, ka punë vullnetare, ka etike, morale edhe kështu me radhë. Në fenë e demokratëve, si fe tjetër jashtë fesë islame, nuk është legjitime për shembull për e marrë, një shembull shumë thjesht me kuptuar, nuk është legjitime ti me godit fëmijën tanë. Me godit fëmijën tanë. Në fenë islame është legjitime në moshën 10 vjeçare. Në fenë e demokratëve nuk është legjitime me godit bashortën, gruan. Kur thamë me godit, se kam për me godit me bumbar. Mos këtë kuptomi. E kam për qëllim me goditje të edukimit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur t'i ban fëmija 7 vjet, urdhërojeni ta falë namazin. Kur t'i ban 10 vjet, mshojeni kapak. Mshojeni kapak që mu edukua. E Allah dhe për bashortët, për gratë, çka thonë nëse janë të padëgjueshme, një janë me këshillua. Pastaj me u distancu prej shtratit, me largu prej shtratit. Pastaj me i godit kapak. Në fenë demokratëve, fëmija, e madhe. Fëmija e merr telefonin, thot nanës, "Hajt, shoma? Hajt, veç guxëm sa." Mshoja. Kjo një normë prej normave. Sa norma ka. Sa norma tjera ka. Të gjitha këto në kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Shkojmë te pika me radhë. Pushteti. Qeverisja. Pushteti
ndahet në dy kategori. Pushteti legjislativ dhe pushteti ekzekutiv. Pushteti legjislativ dhe pushteti ekzekutiv. Në fenë islame, pushteti legjislativ, kujna i takon? Çka do me thonë pushteti legjislativ? Pushteti legjislativ do me thonë kush e ka të drejtën e vendosjes së ligjeve. Në islam, ky pushtet i takon Allahut dhe s'ka të drejtë askush të përzihet në këtë çështje. Pushteti legjislativ i takon Allahut, kërkuj tjetër, thot Allahu Jelle Jalaluhu. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Nuk i takon as besimtarit, as besimtares që në çështjet që Allahu dhe i dërguari i tij kanë marrë vendim, këto njerëzit besimtarë dhe besimtarët të kenë zgjedhje. Do me thonë, tash ne të fol kush do me qenë musliman. Nuk të fol për qafirat. Nuk të fol për demokrat. Nuk të fol për musliman bashkohor që do me qenë musliman vetëm neve. Jena duke fol për musliman hakikat. Ai që do me qenë një me musliman. Ai që do me qenë një me musliman, musliman që shtot Allah dhe pejgamberi sallallahu, nuk ka të drejtë mendimi. Unë e mendoj që kështu. Qoftë në çështjen e teorisë, qoftë në çështjen e praktikës. Kush do me qenë musliman, e ka vetëm një zgjidhje. Dorëzimin të plot kërshi Allah s.a. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. S'kemi të drejtë. Tek qafirat kanë të drejtë. Tek qafirat ekziston mundësia e zgjedhjes. Tek muslimant nuk ekziston kjo mundësi. Çka duhet për me qenë musliman? Duhet me u dorëzu. Çka tha Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu mëshirof? Tha el-islamu, çka është islami? Kush do më qenë musliman? Kush do me qenë musliman? Kështu do me qenë. El-islamu huwa el-istislamu lillahi bit-tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Tha Allahu mëshirof, për me qenë musliman, për me pas ti islam, duhesh me qenë kështu, qysh me ju dorëzu Allahut me tauhid. Mu dorëzu. Tash kur dorëzohesh ti, s'ki çka fol këtu, s'ki çka mendon këtu, je dorëzu. Çish thot Allahu xhela xhelalu. Çish thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu kanë vepruar. Dorëzim ndaj Allahut me tauhid. Nënshtrim ndaj Allahut me adhurim. Distancim prej shirkut dhe vepruesve të shirkut. Kjo është Islami. Kjo është Islami. Me u dorëzu Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha Ibn Taymija Allah mëshiroft, Islami do me thonë el-hubbu l-kamil wa dhullu t-tam. Dashuri komplete dhe përulje totale. Dashuri komplete, komplet, dashuri dhe përulje apo nënshtrim total për Allah subhanahu wa ta'ala. Për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ne e kemi vetëm një të drejtë. Cila është ajo? E kemi të drejtën me pyet çka duhet me bë. Ne kemi të drejtën me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me pyetur Allahun xhelle xhelaluhu çka duhet me bë. Tjetër të drejtë s'kemi. Ndoshta kjo po tingëllon pak si vrasht, sidomos për munafikat edhe për qafirat, kjo tingëllon vrasht, mi po kjo është realiteti. Kjo është Islami, kjo është feja Allah subhanahu wa taala. Kush do me qenë musliman? Ka të drejtë veç me pyet, çka duhet me bë. S'ka të drejtë me bë diçka tjetër. Duhet vetëm ju dorëzu Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pra, pushteti legjislativ në islam tek muslimant i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pushteti ekzekutiv, ai qendror dhe lokal, i takon shtetit islam, i cili gjykon me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Shtetit islam, i cili gjykon me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Ato e udhëheqin shtetin. Shteti islami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pushteti ekzekutiv. Çka kanë ekzekutuar ata? Çka kanë vepruar ata? Atë çka e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Me çka i kanë zgjedhur problemet e njerëzve? Me atë çka ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Në qoftë se ju keni mosmarrveshje, keq kuptime, pa qartësi, mes vete, në diçka, kjo diçka ka ardhur e pashquar, çka do të qoftë ajo, edhe sendi më i vogël, problemin tuaj, mosmarrveshjen tuaj, kthejeni tek Allahu dhe i dërguari i Allahut, në qoftë se besoni Allahun dhe pejgamberin e tij. Por nëse doni të qeni musliman, problemin tuaj duhet me kthit te Allahu subhanahu wa taala. Problemin tuaj duhet me zgjedh në bazë të asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pushteti legjislativ tek demokratët kujt i takon? Fillimisht i takon Komisionit për përpilimin e kushtetutave. Çdo shtet i cili është bërë i pavarur, së fundmi kemi pas për shembull shtetin e Kosovës, 17 shkurt 2008. Së fundmi para se me shfaq pavarësinë, një komision e ka përpilu kushtetutën e Kosovës. Kjo është kështu teoritë me qenë, për shkak se Kosova se ka pas luksin me zgjedh kushtetutë, e kanë pru hazër, veç u kanë nështrojë. Edhe këto vendet tona këtu pare. Po kështu me rend në këto shtete, në këtë fej, kështu është rendi. Fillimisht e ka të drejtën e legjislacionit apo pushtetin legjislativ, e ka komisioni i cili e përpilon kushtetutën e kësaj feje me idejnë e tyre. Pastaj më vonë kjo e drejt u vazhdon deputetëve të cilët janë përfaqësuesit e popullit në tempullin e demokracisë, kështu ata e quajnë. Kuvendi, sikur musliman që e kanë xhamin për me adhuru Allahu subhanahu taala, ata e kanë kuvendin për me adhuru tagutin e tyre. Si mundohemi na këtu në xhami ta proklamojna ligjin e Allahu xhela xhelalu, ata në tempullin e tyre të demokracisë, i cili quhet kuvend, e proklamojnë ligjin e tagutit të tyre. Kush është taguti? Kush është zoti i tyre? Zoti i tyre kryesor është shejtani, ta e dim. Po në këtë rast është që komisioni që ka përpilu kushtetutën, që ju ka treguar çka është halal, çka është haram, çka lejohet, çka s'lejohet, kur lejohet, pse lejohet, çka e mirë, çka e keq, edhe kështu me radhë. Norma nga më të ndryshme. Dhe pastaj kjo në vazhdimshmëri ka shku deputetëve, të cilët janë përfaqësuesit e popullit. Për shkak se kretë popullata nuk mundën me hyrë në kuvend, popullata mlidhen grupe, e zgjedhin përfaqësuesin e tyre, e i cili punën kryesore atje e ka për me bo ligje, për me vendos ligje. Kjo është puna e deputetëve apo kuvendit. Pushteti ekzekutiv në fenë e demokracisë, ai qendror dhe lokal i takon qeverisë edhe komunave. Pushteti ekzekutiv. Çka është kjo pushteti ekzekutiv? Zbatuesit e kushtetutës që u kanë vendosur zotët e tyre, në këtë rast deputetët në kuvend, këto ligje që i kanë bërë deputet në kuvend, qeveria me dy krahët e saj, ajo qendrore me ministrit dhe ajo lokale me komunat, e zbatojnë
atë që kanë vendosur zotat e tyre në kuvent. A janë të kuptu dallimet në mes fesë islame dhe në mes fesë të demokratëve. Pikat e rrezikshme të përfshirjes në këto sisteme. Ku janë rreziqet? Tash ne kemi zgjedhjet, apo? Në fund të javës janë zgjedhjet. Dje ishin zgjedhjet në Kosovë. Zgjedhjet lokale. Zgjedhjet për pushtetin lokal. Pika e parë e rrezikut, e këto rreziqe janë kufër. Kur them rreziqe, s'kam shumë, rrezik kanë. Kufër janë. Kush e ban këtë, ka dhënë feja. Nuk është i fesë islame. Pika e parë është se nuk kanë mundësi të kandidohen për në garat, qoftë asaj të legislativit, qoftë asaj ekzekutivit, qendror apo lokal, nuk kanë mundësi të kandidohen në këto gara, pos atëherë kur ta pohojnë se e respektojnë dhe do të veprojnë në veprimtarinë e tyre sipas kushtetutës së tyre. Këto janë gara demokratike. Në këto gara demokratike duhet ky kusht. Për me hyrë në garë, duhesh me e pranue edhe me e pohue se keme qenë i dëgjushëm dhe respektushëm ndaj kushtetutës dhe të betohesh se veprimtarinë tane, qoftë ajo e legislativit, qoftë ajo e ekzekutivit, qendror apo lokal, krejt këtë do të realizosh në përputhje me kushtetutën e atij vendi ku ti jeton. Kjo është rreziku i parë. Çka kanë thënë dietarët për ata njerëz që e bëjnë këtë vepër? Çka kanë thënë dietarët për ata njerëz që e veprojnë këtë vepër? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu më shiroft, në Fetava, vëllimi 28 faqe 524. Wa ma'lumun bittirari min dinil muslimin wa bittifaqi jami'il muslimin. Dhe është çështje e njohur në fenë e muslimanëve dhe me pajtimin e krejt muslimanëve. S'ka thonë me pajtimin e dietarëve, ka thonë me pajtimin e këtë muslimanëve. Kjo mesele këtë e dinë. S'ka dikush që nuk e di këtë çështje. Thot, është e njohur në fenë islame dhe me pajtimin e krejt muslimanëve se ai i cili e lejon pasimin e ndonjë feje tjetër jashtë islamit, apo e lejon pasimin e ndonjë legislacioni, ndonjë shariati, ndonjë ligji tjetër jashtë ligjit me të cilën erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri është kafir. Kush e lejon me pasu një fe tjetër jashtë islamit, ose e lejon pasimin, kur tham pasimin, do më thonë me zvatue, me unështrue, me veprue, ndonjë ligj tjetër jashtë ligjit me të cilën erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri është kafir. Dhe kufri i tij është sikur kufri i atyre që kanë besuar diçka prej librit dhe diçka kanë mohuar. Thotë Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft. Është transmetuar në Kur'an dhe është e sakt konsenzusi, pajtimi i dietarëve se feja islame i ka abroguar të gjitha fejt që kanë qenë më herët. E ka për qëllim fej ligjet. Të gjitha ligjet që kanë qenë më herët. Wa anna man iltazama ma ja'at bihi at-Taurat. Thot, dhe është e sakt në Kur'an, dhe është e sakt ijmaja, dhe është e qartë në Kur'an se ai i cili i nënshtrohet asaj çka është në Teurat dhe asaj çka është në Injil dhe nuk e pason Kur'anin, ky njeri është kafir. Këtu nuk është të thonën për një hoxh i cili thot, na do të veprojmë, do të angazhohemi, do të japim përpjekjet tona për avancimin e demokracisë, për avancimin e ligjit që e kanë vendosur njerëzit. S'u fol për këtë. Është duke fol për një njeri i cili thot
i cili i nënshtrohet Teuratit që e ka zbrit Allahu, Injilit që e ka zbrit Allahu, dhe e le Kur'anin, që ky njeri është kafir. Në qoftë se ai që e braktis Kur'anin nuk e realizon jetën e tij Kur'anin, nuk qeveris me Kur'an, po qeveris me Teurat edhe Injil, që janë shpallje prej anës së Allahut, qëse që ky njeri është kafir. Ai i cili e braktis Kur'anin dhe qeveris me atë të cilën e ka vendosur ai vet, ky njeri është edhe më përparsuar në qenë kafir. Dhe në kufrin e këtij nuk ka polemik, nuk ka diskutim. Thotë Ibn Kaimi në vazhdim, Allahu e mëshiroft, thotë për shkak se Allahu e ka hedhur poshtë, e ka abroguar çdo ligj që ka qenë në Teurat dhe në Injil, edhe në për ligjet tjera. Thotë, dhe i ja ka bë obligative gjindve dhe njerëzve që të nënshtrohen ligjeve të Islamit. Nuk ka halal jashta asaj që Islami thot që është halal. Nuk ka diçka obligative jashta asaj që Islami thot që është obligative. Kjo është falja e Ibn Kaimit. Ibn Kathiri, Imam Dhahabiu dhe shumë dietarë të muslimanëve kanë fjalë të njëjta, të qarta, pa pik dyshimi, pa pik të llovitje, të qarta, sa ai i cili qeveris i nënshtrohet ligjeve tjera jashtë ligjit islam, i tillë nuk është musliman dhe është prej jo besimtarëve. Problemi tjetër apo kufri tjetër, rreziku tjetër në këto sisteme është pohimi dhe pranimi i rregullës shumë partijake. Rregullës shumë partijake. Do me thonë, dalin dhe thonë njerëzit se na jemi me një sistem demokrat i cili është shumë partijak dhe ne i kemi pranuar rregullat e lojës dhe në bazë të kësaj do të mundohemi të gjithë së bashku në avancimin e këtij sistemi. Çfarë është rreziku? Cili është rreziku me besu në sistemin shumë partijak? Cili është rreziku me besu në sistemin shumë partijak? E para, se prej këtij besimi rrjedh ajo se tek te është lejuar dhe legjitime që secili të ketë të drejtën e hapjes së partisë në vendet e muslimanëve. Secili e ka të drejtën e hapjes së partisë. E kur të hapen këto partia, njerëzit po përçohen. Dhe kjo këtë kthej ty, se ti e beson këtë se po secili ka të me po partinë e vet. Çfarë tha Allah në Kur'an? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bashkohuni të gjithë rreth litarit të Allahut. Allahu nuk na ka bën legjitime në fen islame, nuk lejohet me pas partia, me pas grupacione. Allah na urdhëron të jemi të një partisë. E ajo është partia e Allahut, wa inna hizballahi lahumul ghalibun, dhe më të vërtet partia e Allahut kanë me qenë nga dhënjuesit. Në fenë demokratëve, njeriu e beson, ata e besojnë se ka të drejtë secili me hap partinë në vendet e muslimanëve. Me sistemin shumë partijak, ata besojnë që secila këto parti kanë të drejtë me i pas mediat e tyre, nëpërmjet të cilave do ta përhapin kufrin, shirkun, fesadin, degenerimin. Me besimin e sistemit shumë partijak,
ata besojnë që secili e ka të drejtën haptazi të ban thirrje për në platformën e tij, apo thon ndryshe në fejnë e tij. A kemi qartë? Secili ka këtë drejtë. Kanë dhe post televizion, po vaj për në demokraci jetojnë atash. Ki i ashtu quajtëri musliman, thot po na demokracia jena nash ashtu. Ai ka drejtën e vet, ai ka drejtë me thirr në krishterezëm, na me thirr në islam, ai me thirr ku diku me thirr dhe kështu me radhë. Me pas media, me bë përçarje, me bë edhe kështu me radhë. Thojnë dietarët. Ta japim një fotografi. Supozimisht, po themi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shëron Mekë, dhe në Mekë disa prej njerëzve e pranojnë Islamin. E disa të tjerë vinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thojnë na dojmë me hop ka një parti. Hashimit fisi pejgamberi një parti, një sevet një pas. Beni Makhzum me pas një parti tjetër. Edhe fis me pas parti. Dhe na dojna që secili prej neve me pas poetin e vet, me pas mediat e veta. Secili prej neve këtu në qabe me ardh edhe me paraqit platformën e vet, besimin e vet, me bë thirrjen kët, edhe kështu me radhë. Edhe pejgamberi sa më thon, po tamam, ju keni drejtën e juve keni. Ju e keni drejtën e juve, po, s'o problem, hapni partia, ju e keni drejtën me thirr në islam, me thirr në fetë e juve këtu, ju jeni njerëz, na jena njerëz, do të më kuptoni më vetë, ju e keni këtë drejtë. Në islam nuk ka këtë drejtë. Në islam nuk ka këtë drejtë. Nuk tolerohet në islam të krishterëve me bë thirrje në tokat e muslimanëve. Se kanë këtë drejtë. Nuk tolerohet me pas mediat e tyre në përmet të cilave ata kanë me përhap kufrin dhe shirkun. S'u tolerohet kjo. Ato në qoftë se japin gjizjen në shtetin e muslimanëve dhe u lejohet me qëndru ende në fenë e tyre, janë të kufizuar, se kanë luksin bashkë që kanë muslimanët. Janë të kufizuar në veshje, janë të kufizuar në ritualet, mos me bën publik, edhe kështu me radhë. Janë të kufizuar, nuk janë të njëjtë. Që tash neve në ngelet me zgjedh. A kena me pas qef me jetu si musliman, a doj me qenë musliman, a doj me qenë demokrat. Dhe ta din se të një neve, që në moment që shkon me votue, dhe me avon të drejten e pushtetit legislativ, apo me avon të drejten e pushtetit ekzekutiv, qendror qoftë ajo apo lokal, ta dim se na e kemi thonë lëm të mirë fejsë Allah s.w.t. Ta dim se na i kemi thonë lëm të mirë fejsë Allah s.w.t. Për çka? Për shkak këtyre detaleve të qarta që u mundun në mënyrë sa më qartë me i da çështjet që me kuptue se cili njeri se këto çështje kujt takojnë dhe çysh janë e rregullat në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mos mashtrohet dikush me thënë se këto janë zgjedhje të pushtetit lokal dhe këtu s'ka ligjvënie dhe s'ka edhe kështu me radhë. Qysh pa dhënë fatfa njëri para një vjetëve në zgjedhjet për president sa aty s'ka ligjvënie. Paj, presidenti nuk ban ligje, ai presidenti ja jep të drejtën e ligjeve. Sa ajo kryesori, qeveria, parlamenti nuk mundet me formu qeverinë para se me adhon kryetari i shtetit mandatin qeveritarit. A jep këtë drejt. Ajo kryesori, qose kjo nuk ka kufër, nuk di çka ka kufër këtë dunjë. Mi pas s'ka ati ligjvënie. Mora a jep të drejtën ligjvënies. Ai vet nuk ban, po ai kallzon se kush ka me vë. Ti ki drejt, ti s'ki drejt. Ti mundesh, ti s'mundesh. Dhe mos mendon dikush që tash në këto sistemet apo në qeverisjen lokale nuk ka diçka të tillë. Edhe këshilltarët, edhe kryetarët e komunave obligative e kanë të betohen në dëgjimin dhe respektimin e kushtetutës dhe të betohen se veprimtarinë e tyre do të realizojnë në përputhshmëri me kushtetutën demokratike, jo me fenë Allah subhanahu.
Kur ti vjeren në vendimin e ti, në veprimtarin e ti një punë që duhet me realizue, e ka obligative dhe në asnjë mënyrë nuk mundet me realizu atë që ka thënë Allah, po ka bëha që ka thënë ligji. Kjo është në fejnë e tyre. Që ka me bo na? Na mës pak ti mundemi nësë mi bëhë shirkë Allah. Që ka mës pak shka? Me qëndru faqebardh, me thirë në Kur'an, dhe në sunet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe kështu me taku Allah në gjellë gjarë. Këta me në me bëna. Që ka bo këtë pejgamberit sallallahu, këtë e ka bo Bilal në Mekke, këtë e ka bo Ammar në Mekke, këtë e ka bo Jasiri dhe Sumeja që u ekzekutua në Mekke, shehidët e pa, këtë e kanë tepua. Mos me i bo shirkë Allah subhanahu wa ta'ala. Shembull ma praktik që me kuptu mas mirti, i kemi pas problemet e viteve të fundit me disa komuna në Kosovë, ku komunat kanë vendos që vajzat në moshën 18 vjeçare mos shkojnë në mbulesa. I kanë penguar. Kjo nuk është e vendosme prej pushtetit ekzekutiv qendror, prej qeverisë. Po këto vendimi ka marrë pushteti lokal. Dhe pushteti lokal e ka këtë drejt, tek ata, e ka këtë drejt. Me e marrë këto vendime, x vendime, edhe shumë vendime tjera që ka aty. E lusim Allah, që Allahu t'i ruar musliman prej fitneve të devjusve. E lusim Allah që Allah të nëjep kuptim të fejst. E lusim Allah që Allah të në mban larë kufri dhe shirkut. E lusim Allah që Allah të në mundëson të jetojmë faqebardh këtë dunja duke arrit vetëm kënaqësinë e Allah, duke pas qëllim kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala dhe pasurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në qoftë se kjo i angrehun përpjet munafikëve. Elusim Allah që Allahu na mundson të jetojmë si musliman, të vdesim si besimtar. Na mundson Allahu shefat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Na mundson Allahu kënaqësinë e tij në xhenetin e tij, për shkak se puna më e madhe, grada më e lartë që njeriu e arrin në këtë botë dhe në botën tjetër është arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Fa Allahu në Kur'an surën Tauba se Allahu ka përgatitur për besimtarët kënaqësi në xhenetin Adn wa ridwanun min Allahi akbar. Mirë po kënaqësia e Allahut ndaj juve shumë e madhe, është shumë e rëndësishme. Elusim Allah që Allah të mundson të arrijmë kënaqësinë e tij. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.